Ndërkohë, varigjet janë shqetësim vetëm migrave, doktor? Nëse do ta marrim kështu, domethënë të kuptojmë një herë çfarë është variqja. Po, si krijohet? Variqja është zgjerimi i venave. Po. Shkaktarët po I shpjegoj më pas, po është zgjerimi I tyre. Është përdredhja e tyre nëpër këmbë, pra ajo fillon të devijojë nga pozicioni I saj fillestar, pëson pasaj një enjtje dhe mandej pasaj ajo mundet që të na krijojë komplikacionet. Ky zgjerimi ka shkaktar të shumtë që na çojnë në zgjerim. Për shembull, ju na përmendet gjinin femërore. Këto janë, si thua, më të prirura për këtë gjë. Për të pësuar sepse që të dobësohen muret e brendshme të arterieve ose të venave, estrogeni dhe progesteroni luan një rol të rëndësishëm. Pra, shiko, janë hormonet femërore, ato që na ndikojnë tek varigjet, gjë që zndodh tek qinia tjetër, po. Kjo është, mund të themi, e para. E dyta është femra, si më tha mua një shkodrani, se I thashun shqyqyr, që nuk jeni shtatzanë, se që bëra e shkreta një dosje të tërë me analiza. S'keni dalë shtatzanë, dhe qyqja, tha shoqe saj, kjo është 65 vjeqe. Pse e thua atë, Ti tha, derisa jam femën, tha, unë bëj bebë. Pra, femrat, derisa lindin, ajo bara gjatë shtatzanis, fillon që të na shtypi enët e poshtme të qarkullimit të gjakut. Nga pesha. Nga mbi pesha dhe pesha, proceset që dalin, po. Pra, këtu na ndryshojnë edhe hormonet, edhe mbi pesha. Atëherë, kjo shtypje që realizohet në pjesën e poshtme, e kryesisht të ekstremiteteve më të poshtme, të pulpës së këmbës dhe të shputës, bëhet shkas që këtu gjaku në venat të qarkulloj pak më me vështirësi. Dhe çfarë bëjnë ato? Fillojnë të zgjerohen pak e nga pak. Venat brenda kanë disa flatra, ose si porta që quhen ato, që çfarë bëjnë? Kur ngjitet gjaku lart, këto hapen. Kur gjaku tenton të kthehet poshtë, këto mbyllen. Dhe realizojnë atë, po, pra nuk ma tërheq më forca qendra e gravitetit gjakun poshtë, por ikën lart, sepse është ai gjaku arterial që shkon poshtë dhe kur ai lë oksigjenin, merr gazin karbonik, duhet të shkojë në zemër dhe të shkojë mandej pasaj në veshka. Dhe kjo vjen gradualisht, nuk është të shfaqet me një herë. Në mënyrë të pandërprerë, është 24 orë pa pushim. Atëherë, këto zgjerimet, për shembull që e fryjnë pak venën, bëhen shkas që shiko të largohen dhe portat fillim sikur fërkohen me njëra tjetrën, pastaj hapet më shumë dhe ato valviten kështu si ato dyer që hapen e mbyllen pa u prekur me njëra tjetrën. Mirë, po kjo pengon tashin qarkullimin e gjakut, jo më gravitacional, po ngjitjen lart. Atëherë, kur këto mbylleshin, nuk ka vena. Kur këto hapen, krijojnë venat. Edhe gjaku vjen si vorbull aty, dhe me zor ajo pjesa e poshtme shtyn atë sipër, bëhet një qarkullim me shumë vështirësi. Pra, kjo është vena, kjo është variqja. Kështu krijohet. Kështu krijohet. Dhe pikërisht gratë shtatzana janë të predispozuara të parat për ta krijuar, stimuluar pak, për ta nxitur pak këtë gjë. Por nuk mjaftojnë vetëm kaq. Ka plot njerëz që rrinë gjatë në këmbë. Rrinë gjatë në këmbë për shembull. Kjo qëndrimi gjatë në këmbë na bën që edhe gjaku, edhe limfa. Qëndrimi gjatë në këmbë pa lëvizur, se ndoshta kur lëviz kur lëviz nxitet qarkullimi i gjakut dhe truri ka atë, si thua, komandën e tij që atje ku punohet më shumë do çojë gjak më shumë. Pra, po vrapuan këmbët, gjaku nuk diskutohet që qarkullon shpejt, edhe nëse ka tendencë që të na grumbullohet diçka aty poshtë, ajo e fshin atë dhe e fut në qarkullimin e gjakut. Pra, më realizon pastrimin e venave, ai vrapi për shembull. Ose ajo ecja si me hapin e shpejt. Sepse e bën atë qarkullimin, e rrit qarkullimin dhe e pastron. Pra, shiko, edhe ky qëndrimi nuk është I mirë në këmbë, po edhe qëndrimi I ulur nuk është I mirë, sepse gjaku, po nuk lëvizën këmbët, qarkullon shumë ngadalë. Edhe gjaku, edhe limfa, edhe kriprat, edhe acidet na mbeten poshtë. Dhe fillojmë në darkë, për shembull sikur do kemi një lodhje të pulpave të këmbëve. Një lloj presioni. Pra, ky presion që ka shkuar aty, pastaj kur ne fillojmë të lëvizim, ai do një herë të çajë, si thua, ato shtresat e krijuara poshtë
me acidin malik e laktik që ndodhen aty poshtë, të na përmirësoj njerë qarkullimin e limfës e pastaj të gjakut e kështu me radhë. Se disa persona mund mos kenë varigje pikërisht për shkak këtyre faktorëve, po mund të kenë atë presionin, atë dhimbje nëntjen apo një lloj djegje kam dëgjuar tek pulpët përpara se këto të krijohen. Sigurisht, pra këto janë shenjat, si thua, këmbanat të para se të shpërthej që shiko prite se po të vjen kjo gjë. Do me thënë, venat, tashme, në daqa ajo safena magna, në daqa ajo prava, do me thënë, në daqa ajo e degzimit qëndëror, të venës qëndërore, në daqa edhe këto anësore, po fillojnë që të mbushen me gjak, po mbushen ato do fryen, po u fryen, atëre flatrat nuk mbyllin më portat, edhe gjaku prish si thua atë qarkullimin e tij ciklik.